po të LDK-ja, por kësa here referuar rezolutës për gjykatën speciale me gjyqin prandaj i shkrerëve të UÇK-s, si e keni parë? Për mu nuk është e papritshme, që të jemi të kujdesshëm edhe korrekt. LDK-ja atë kërkesën e vetë ka drejt. Një rezolut që i zbaz vrasjet e zyrtarëve të lartë të LDK-s pas luftës. Por, forma që formulu kërkesa, edhe koha kur formulu kërkesa, që ajo kërkesa të tyre më bë pjesë e kësaj rezolute, i bjen me ja forcue akt akuzon djemve që kemi në ha. Mos harroni, LDK-ja ndër vite e ka akuzuar pikrisht këto figura politike në har e disa në Kosovë që janë, që kanë vra zyrtar e lartë politik. Edhe e dyta po kërkojnë një sponsorizim dhe mbështetje ndërkombëtare. Pra, që i bjen ose mu zgjat ky tribunal i specialës atje, ose mu bëni tribunal i veçantë. Me fjalë tjera, LDK-ja ka shfrytzuar mirë rastin, kjo është alibi, por në thelb, historikisht, ideologjikisht, LDK-ja ka kundër QK-s dhe në luftëve. Nuk e këtë djajti një Tiranë, LDK-ja e ka luftuar UÇK-n në kuptimin e propagandës e në luftëve. Unë e vi për një zone ku zyrtarët në LDK-s i obligojshin qytetarët e zonave të caktuara në kohën e 98-të, mos harroni, kur ndodhte operacioni i patkoj i policisë ushtrisë serbe, ja u merrshin armët, ja u dorëzoheshin policisë serbe. Kaq për këtë organizat ta shoqëruar patriotike në Pojza. Pra këta që shumë, këta e vetë UÇK. Kret angazhimi i tyre është që UÇK-ja ose partitë të dala nga lufta me qenë prezente në publikë skenë publike në Kosovë. Pra këta janë anti-UÇK, janë konë në luftë, janë mas luftë, janë tash. Kjo ma shumë arsye pse i shtimi lëviz edhe mos me votuar rezolutën, se sa shqetësimi për vrasjen e mas luftës. Ato i kanë alibi për viktimizim, mënyrë që mos e fitojnë ai vot. Pra, këta i po e përdori vrasjen e mas luftës, qysh i përdor vetëvendosja Astrid Deharin. Nuk i intereson as LDK-s mos bëhet vrasja i tyre, dhe s'ka çka përdor fushata, nuk i intereson as vetëvendosjes zbardhja e Astrid Dehari, dhe s'ka çka përdor fushat. Pra janë të poshtëra të ligë në këtë pikë. Vjen keq që po e shpreh kështu, po e lëshoj gjuhën deri në minimum. Po janë poshtar. Është komunitet i njerëzve të poshtar LDK-ja. Kjo është mirë me ditë ke shqiptarët. Zoti Shala, e shihni tashmë me këtë ecuri që po shihet them ecuri referuar shpejtësisë, konstituimit, formimit qeverisë, u mësuam një vit të kishim këto vonesat ose seancat një pas njëshme, tashmë gjithçka duket se do të mbetet tek ajo që diskutuam më herët tek çështja e presidentit, nëse do të kalohet apo do të kemi sërish situata të ngjashme. Besoni se në vijim Kosova do të ketë një përfshirje në pozicionimin e saj në marrëdhënie ndërkombëtare, në marrëveshje që sigurisht ndoshta duhet ishin bërë edhe më herët. Dua vetëm një koment në lidhje me takimin e fundit që është mbajtur me ministrat të mbrojtjes në NATO në Bruksel, ku është njohur në fakt zyrtarisht korridori i 8 si pjesë e infrastrukturës strategjike të aleancës dhe NATO përfshin Kosovën në diskutimet strategjike në këtë korridor. Pra, e lidh këtë për në vijim, për të ardhmen e Kosovës si pjesë, për të qenë pjesë e aleancës. Çfarë Po kuptoj pyetjen. Mirë kish me qenë që me pas lëvizje në drejtim gjithmonë kjo qeveri nëse e kalon krizën e presidentit, por problemi aty ku thelbin ose çështën kryesore që e ka Kosova në raportet diplomatike e që i hap pastaj rrugë edhe perspektiva të reja vendit është dialogu me Serbinë. A kemi qartë. Pa e kaluar, pa e zbatuar marrëveshjen me Serbinë, që është e keqe për ne, asociacioni komuna me shumicë serbe, pas ati produkti që ka pru Kurti nga Brukseli edhe Ori, kemi autonomi të serbe në Kosovë. Atër, pa e kry këto, nuk mund është me bon hapa tutje në integrime europiane, qoftë NATO ose organizma ndërkombëtar, që i bjen Kurti së është gati. Kjo problemi kryesor i Kosovës. Unë e kom frikë që Kurti ka me qenë, po ai vjetri ka shi ati procesi. Tash ajo nga një perspektivë, shihet që është veprim kombëtar, nuk po e lejon, nuk po e zbaton autonominë e serbe. Por nga ana tjetër, cila kjo pasojat, e na nuk kemi në gjendje mat në Kosovë. Kush ka ma shumë pasoja? Një autonomi e serbe në Kosovë, që në fund ditës s'kemi qare pa e bo herë do kur, sa ma gat rezistenca, aq ma ka me qenë pasojat. Apo t'i barim ta nënshkrujmë tash, është e keqe, por mos i pas pasojat. Në atë marrëveshje s'kemi qare, tash nuk e shmangim, është obligim ndërkombëtar. Në fund kam na me tepër pasojat.
e kurti konflikt ka më konë, po a i vjetëri. Ajo është në gjendje me put Kosovën edhe në rrugë tjera të embargove diplomatike, por mos me ra vetë Kosovë elektoralisht. A kuptoni? Pra, nëse ndryshon këtë pikë kurti, kishme qenë mirë për Kosovën. Po, a keni parë ndonjë ndryshim ndoshta sa do pak vogël në qëndrimet e zotit Kurti, referohem gjithmonë që kur u formua qeveria, deklaratat e tij, dhe ju e përmendët dialogun, ne pam që Kaja Kallas në urimin që bëri pra për formimin, qartazi shprehu gatishmërim për një takim shumë të shpejtë dialogut Kosovë-Serbi. Nuk ndryshon Kurti, ata që e njohin, unë e njoh dhe personalisht, nuk ndryshon Kurti. Harrone, Kurti ka me bëjë gjithçka që me zvarrit prap një procesin e dialogut që ka zvarrit mandatin e kaluar kur e pat plot 4 vjeçar. Ai realisht o marrë vesh në Bruksel. Ai ka pranuar marrë vesh në Bruksel. Çështja edhe ka ngec te zbatimi i saj, te implementimi i saj, draft statuti i saj. E këto Kurti nuk e bën, të paktën ai jo. E kjo na ka sjell neve para 4 viteve gjatë mandatit kaluar, sanksione e pezullim dialogut strategjik nga SBA-ja. Sot prap ka me qenë njëti. Prap po them, kisha pas dëshirë me qenë unë gabim e me ndryshu kjo punë. Shtoj të saj, nëse na jemi prap kokfor për mos me implementue autonominë e serbëve në veri, që prap po them është marrëveshje e Kurtit, është don që ka vë Kurti, ma mirë me implementue, krahas saj, na kemi me pas edhe fundin një procesin Haag, e ku unë me shumë gjast, po jenë keqe po dhe them, urej me qenë i gabum, kanë modelu e djemtojnë Haag, me atë konstrukt antishqiptar. Kur denone e djemë Haag, ty ka më duvo kriminal procesi i shëndërtimit. Nga nga tjetër, heziton me po marrëveshjen, pozicioni i Kosovës, ka shindër kombëtarëve ka me qenë shumë i top, madje ka më vunë pikpyetje shqetësia jonë. Këto janë qia që përpresin Kosovën. Qeveria Kurti nuk është as e zota, as e interesuar me u bë ballën e procesave. Qartë, Zoti Shala, unë ju falenderoj shumë që e gjeni mundësinë si çdo herë për të qenë pjesë e hapësirës për shqiptarët. Është kënaqësi të jemi në këtë intervistë së bashku. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi për mua.